popullore, kënga më e mirë. Malsori Hasmari e fundit. Enkelejda dhe Alushi Lule Maje. Bitonia Besën Potajap. Dhe fatoni nga Arsi Kolla do ta thot emrin e fituesit për këngën më të mirë në kategorinë e këngëve popullore në Zhurma Show Awards 2009. Fitues janë Enkeleda Alushi. I ftojmë edhe njerë në skenë, për tashmë si fitues. Më herët u shprehet përmes këngës, tani sigurisht se keni diçka për të thënë pas çmimit. Atëherë u thanë shumë fjalë sonte, po kalojmë shumë bukur, ajo që do thoja unë ishte ta kishim ditur kështu, nuk kishim vajtur deri në vend e të ishim kthyer prapë. Megjithatë faleminderit. Janë këto befasistë që i sjell Zhurma Awards. Do të dëshiroja të përshëndesja të gjithë kolegëve artistëve, gjithashtu dhe kompaninë Ziko. Ku ka më bukur siç jemi sot, sa më afër njëri tjetrit në këtë tre bukur. Faleminderit. Një përshëndetje speciale do doja nga këtu për Adi Hilon, i cili ka bërë këtë këngë, e përshëndesim dhe i themi që e duam dhe respektojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Enkeleda dhe Alush Arifi. Faleminderit.